Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, janë në nisje udhëtarët të cilët do ta bëjnë një udhëtim i cili është hijreti më i madh apo udhëtimi më i madh i shpirtit dhe i zemrës, ku përgatiten haxhilerët, përgatitet ummeti islam për të emigruar, për të shkuar në vendet e shenjta, për ta vizituar shtëpinë më të shenjtë të rruzullit toksor, për ta vizituar Arafatin, vendin më të preferuar dhe më të dashur, për të vizituar vendet anë mban haxhilerët tonë, ku Allahu Azza wa Jall ja u ka bërë që në zemrat e tyre të ketë mallënxim dhe ata të emocionohen me shpirtat e tyre, me zemrat e tyre, dhe sapo ndëgjojnë për Qabën, dhe sapo ndëgjojnë për Arafatin, Muzdelifën dhe Minën, atyre si magnet i ngreh zemra e tyre për ka vendet e shenjta. Po vëllezër të nderuar, dalin nga shtëpiat e tyre burra dhe gra dhe shkojnë dhe vizitojnë atë vend të shenjtë, dhe pas 5 ditëve pasi që i krinë atë rituale, kthehen në shtëpit e tyre sikurse me qenë foshnje e vogël e cila lind nga nana pa gjunohe pa mëkate. Po vëllezër të nderuar, këtë fat e kanë të madh haxhilerët, që shkojnë në hax, ku tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummu. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai që shkon në hax dhe atje nuk bakaton, nuk bën gjunahe, ruhet nga mëkatet, kthehet prej haxhit, ashtu siç e lind një nën foshnjën e saj pa mëkate. Po vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam tha një hadith, el hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ila al janna. Haxhi i pranuar tek Allahu Azza wa Jall nuk ka shpërblim tjetër por pos xhenetit të Allahut Azza wa Jall. Po vëllezër të nderuar, besimtarët duhet që të jenë ata besimtar që ta vendosin ai që i ka mundësitë që të udhton dhe ta bën haxhin, mos eziton. Mos ta pengon dunjaja, mos ta pengojnë preokupimet e kësaj dunjaje, do ta bëj këtë vit, do ta bëj vitin tjetër, edhe ta sosi këtë punë, edhe ta sosi atë punë, për shkak se punët e dunjajës nuk sosen asnjëherë deri në manetin e fundit. Mirë po, e ka obligim çdo person i cili ka shëndet dhe i ka mundësi të shkon në haxh, e ka obligim që ai të shkon dhe ta viziton haxhin. Po vëllezër të nderuar, sepse haxhi është një emocion i papërshkruar, është një dashuri e flakt, e cila është një udhtim që nuk i përngjan asnjë udhtimi tjetër. Pse vëllezër të nderuar? Shpesh herë mundemi ta krahasojmë haxhin me vdekjen. Se vdekja është një udhtim i fundit, mirë po haxhi ta përkujton një parapregaditje se si do të jetë udhtimi jot për botën tjetër. Haxhiu del nga shtëpia e tij dhe i vdekuri pasi që vdes, edhe ai nxjerrët dhe del nga shtëpia e tij. Haxhiu sapo mrin në mikat, në vendin i zhvesh teshat, i zhvesh rrobat e tij dhe i vesh ihramat. Po ashtu i vdekuri sapo që del nga shtëpia e tij dhe shkon në vendin ku ati do t'ja zhveshin dhe ati teshat. Pastaj haxhiu lahet prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, e merr një gusëll. Po ashtu i vdekuri i jepet gusëll, obligueshmëri që të lahet xhenazja. Po ashtu haxhiu parfimoset, po ashtu dhe i vdekuri pasi që të lahet dhe pasi që të qefinoset, të vishet me qefina, edhe ai parfimoset. Haxhiu vishet me ihrama, i vdekuri vishet me qefina. Pastaj e vazhdon rrugën për ku? Për në Arafat. Arafat ja përkujton atë ditë
kur do të ringjallën njerëzit dhe kur do të dalin, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, një sipërfaqe e gjerë e shtrirë, ashtu siç i përgjan Arafatit dhe mblidhen njerëzit në atë vend të bohën, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dhe thot Allahu azza wa jall, atë ditë prezanton dhe vjen Zoti me melek të rreshtuar në safe. Po vëllezër të nderuar, në Arafat Allahu azza wa jall zbret në qiellin e parë të tokës dhe ju drejtohet melekëve. I thot xhauni gubra, erdhën tek unë këta njerëz të lodhur, të raskapitur, të pluhrosur, të djersitur, çka dojnë këta ju drejtohet melekëve në formë pyetje, edhe pse Allahu azza wa jall e din. Thot o Zot, ato kanë ardhur për faljen tënde. Ata janë mbushur me gjunahe, e kanë mbush jetën e tyre me mëkate, duke i bërë padrejtësi vetit të tyre, ndoshta 20 vjet, ndoshta 30, ndoshta 40, ndoshta 50 e 70, mirë pa ditë Allahu azza wa jall nga bujaria e tij, nga mëshira e tij, nga falja e madhe atë ditë, thot Allahu azza wa jall, qad ghafartu lahum, unë ja kum fal krejt gjunahet. Pra haxhiu në momentin që qëndron në Arafat, vetëm se preqët perëndon dielli, në momentin që perëndon dielli, ati jepet në certifikat e lindjes. Çfarë certifikat e lindjes? A mund që njeriu të lind përsëri? Po, njeriu lind përsëri nëse lind pa mëkate. E kështu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, me perëndimin e diellit lahën dhe shihen të gjithë mëkatet dhe i jepet një certifikat, e cila certifikat është që janë fal të gjithë mëkatet, thot sikurse një nën që lind fëmin foshën e saj për mëkate, a thu vallë çaj foshnja, i cili thith gjinë në gjoksin e nanës e tij, i cili ka 2 ditë në javë 1 muaj, a ka mëkate? Ashtu është i ngjajshëm, i njëjti haxhiu i cili qëndron në Arafat atë ditë dhe bën lutje dhe bën dua. Po vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur erdhi në Arafat dhe erdhi njëri prej sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e pranoi Islamin, Amr ibn Asi, dhe i tha i dërguari i Allahut, Allahu azza wa jall, a do të mi fal gjunahet? Nëse unë e pranoj Islamin, unë e kam bo shumë gjunahe, unë e kam luftu muslimanët, unë e kam bo mëkate aq të mëdha. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, zgjate dorën, sepse pranimi i Islamit i fal krejt mëkatet e kaluara. Nëse njeriu hin në fe, i falen krejt mëkatet e kaluara. Ai që ka bo hijret, i falen krejt mëkatet e kaluara. Tha dhe haxhul mebrur, dhe haxhi, tha i shlin krejt mëkatet e kaluara. Është përgëzim, nuk ka vepër, e cila e bën që ti fal gjunahet e mëdha dhe gjunahet e vogla, ashtu siç i fal haxhi. Po vëllezër të nderuar, haxhi është ai i cili shkaktar që i fal gjunahet e vogla dhe gjunahet e mëdha. Në hadithin i falen gjunahet sikur sa i foshja që lind pa gjunahe, dhe thot i shlin mëkatet të gjitha ai i cili e bën haxhin. Po vëllezër të nderuar, njeriu në shtëpinë e tij mund të bën adhurime të ndryshme, mund që të fal namazin tek xhamia e lagjës së tij, mund që të jep sadaka dhe mund që të jep zeqat dhe mund të bën agjerime dhe vullnetare. Mirë po, nuk ka mundësi ta kryjnë këtë ritual të madh pa emigru, pa dal nga shtëpia e tij, pa shku në vendet e shenjta atje dhe pa bo atje lutje dhe dua. E atëherë, në ato momente, atëherë falen gjunahet, falen mëkatet, dhe në momentin që veshën ihramin e tij dhe bën lutjen e cila është tërbije, lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tha atëherë i thot, o Zot, unë jam këtu, ti je ai Zoti i cili tu kina përgjigj lutjes tënde, nuk ka rival, nuk ka të adhuruar, të gjithë mirësit, të gjithë dhuntit janë nga mbretëria jote dhe ti të takon hamdi dhe ti nuk ke rival. Po,
kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ndërtoi Ka'bën, i ngriti dur dhe bëni lutje, o Allah, tha, pranoje këtë lutje, pranoje këtë veprat e mira dhe pranoma këtë lutjen, dhe ju dretu Zotit, i tha, tash u ndërtu Ka'bja dhe nuk ka adhurues, nuk ka këtu ibadetxhi, nuk ka këtu besimtar, nuk ka këtu haxhi, nuk ka këtu umrexhi. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu azza wa jall i shpall dhe i thot Ibrahimit alayhi salatu wassalam, wa adhin fi nnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. I drejtohet Ibrahimit alayhi salam, thot, thirit ti njerëzit o Ibrahim, sa ato kanë me tu përgjigj edhe në kohën për ative kanë me ardhur, nga çdo cep, nga çdo qosh i botës kanë me tu përgjigj, me vite dhe me vite, me gjenerata dhe gjenerata, çdo besimtar që lind gjenerat dhe futet dashuria në zemrën e besimtarit për shtëpinë e Allahut azza wa jall. Mos e fajsojni dekan i cili ka emocione të shumta ndaj Ka'bës. Mos e falsojni dekan i cili ka emocione të shumta ndaj vendeve të shenjta, sepse është vend që e ka shenjtruar Allahu azza wa jall, është vend që pranon lutjet, është vend që falen gjunahet, është vend që ngritet gradat larta të xhenetit. Dhe thot në ato momente kur e thot telbien, çdo gur dhe çdo dru dhe çdo njeri dhe çdo gjë e cila e ndëgjon telbien e tij do të dëshmon ditën e gjykimit që ke ka madhruar Allahun azza wa jall. E nëse ndron jetë në haç, ndron jetë si shehid, ki ashtë nuk lahet, as nuk bëk parfimosit si kur tjerë, për shkak se haxhiu vdes me ihram, edhe kur do të rinë gjallët lebek, Allahumma lebek, unë jam këtu Zot, të përgjigja ftesës që ti më ftove. Po ashtu vëllezër të nderuar, ai i cili ka mundësi të shkon haç, mos t'i heziton. Mos ta përlëngon haxhin dhe mos arsjetohet se haxhi është shumë shtrenjtë. Vallahi, çdo dirhem, çdo dinar që jep për hir të Allahut, që shkon haç, ka më tu kompenzu dhe ka më tu shtu mirësi dhe begatit dhe bereqeti jot. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka dhënë një mish dhe një përgëzim, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, tabiu baina al-umrati wal-hajj. Pasoni bani haç dhe umre, fa innahuma yanfiyani, sepse haxhi dhe umria i shflin gjunahet dhe largojnë fukarallëkun, ashtu siç e largon zjarri drishkun nga hekuri. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i drejtuni sahabit, tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, ayul a'mali afdal, i tha i dërguari i Allahut, cilët vepra janë më të dashura tek Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, imanu billahi wa rasulihi, besimi imani në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Thumme pastaj tham kushta, el gjihadu fi sabilillah, tha gjihadi në rrugën e Allahut, e pastaj tham çka? Tha el hajjul mebrur, tha haxhi i pranuar, tha është nga veprat më të dashura tek Allahu azza wa jall. Po vëllezër të nderuar, haxhi është shtylla e pestë e Islamit, mirë po ka një shpërblim as të madh dhe është një nxitje dhe një ngritje imanore, shpirtërore, psiqike, fizike, dhe kjo largon fukarallëkun, largon sëmundjet nga trupi, largon sëmundjet e zemrës dhe gjunahet, pastrohet, ashtu siç kur njeriu kur i vesh ato ihramat e bardha, dhe kjo është një nga shenjat se njeriu kur vesh teshat e bardha, kjo është një shenjë se Zoti e ka pastruar nga gjunahet dhe e ka bërë sikur ato teshat e bardha të cilat janë ihramat. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na mundson të gjithëve që ta vizitojmë shtëpinë e shenjtë dhe t'ja u lehtëson Allahu azza wa jall haxhilerëve që të shkojnë me rahati, me siguri në atë vendin e shenjtë, dhe t'ja u pranon lutjet, t'ja u pranon duat dhe të kthehen në shtëpinë e tyre ashtu siç i ka lindë nëna e tyre pa mëkate.